Të martën e 26 majit në Bruksel mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian ku pritet të konfirmohet përmbushja e standardeve të ndërmjetme nga Shqipëria, si dhe të vendosen piketat përmbyllëse për grup kapitullin e parë që përfshin gjyqësorin dhe të drejtat themelore, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë, si dhe prokurimet publike, statistika dhe kontrolli financiar. I pranishëm në konferencën e kryeministit Rama, i cili i quan moment krenarie këto zhvillime që lidhen me integrimin. Merë fund kalvari përpjekjeve për të kthyer shëndoshë mirë në shtëpi aktivisti Mbaki Goxhaj në një rrëfim për Report TV apo shkel në tokën shqiptare. Babai i 2 fëmijëve tregon dhunë dhe poshtrimin që i bën forcat izraelite pasi i ndërpren në mes misionin për të çuar ndihma në Gaza. Goxhaj thotë se ishte mes qindra aktivistëve të flotiljes Global Sumud ku ministri izraelit Ben Gvir i tallë teksa qëndrojnë kokë poshtë. Një ditë para se demokratët i drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur sërish kryetarin Berisha, Evi Kokalari e përjashtuar nga kandidimi, thotë se ka kallëzuar në SPAK Berishën se po mban peng Partinë për interesat e tij. I vetmi në garë, Sali Berisha e quan procesin modern, por refuzon të jap shifra se sa është numri i anëtarëve që janë thirrur për të votuar të shtunën. Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, ka vendosur pezullimin nga detyrat të dekanes të Fakultetit të Drejtësisë, Dorina Hoxha, me argumenti se kërkon të kandidojë për në KLG, edhe për këtë është në konflikt interesi, por ligji dhe një udhëzim i miratuar prej vetë rektorit Hoxha thonë se nëse dekani është kandidat për në KLG apo KLP, thjesht nuk merr pjesë në procedurat e përzgjedhjes. Qeveria paralajmëron prishjen e kontratës koncesionare të aeroportit të Vlorës pas konfliktit mes aksionerëve mes Bexhet Pacodit dhe Valon Ademit, të cilët nisën në dyert e gjykatës, por tashmë kanë përfunduar në bllokim të punimeve në kantier. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se nuk do tolerojnë më asnjë vonesë. Qeveria është e gatshme të zgjasë për te afati 3 mujor subvencionin e naftës me 50 lek për litër për kompanitë e transportit publik nëse kriza në çmime do të thellohet si rezultati luftës në lindjen e mesme. Ministri i Infrastrukturës siguron se vendi nuk ka probleme me furnizimin dhe thotë se në fillim të qershorit do ulet në diskutime me shoqatat e transportit për dinamikat e fundit.